kum dëshu edhe kum thonë, kolegë, po qkepëm se mundet me konkurth. Në atë moment ka ndodhë një detonim shumë i fort. Detonimi ka qenë shumë i fort, sa që më ka hupe edhe balon. Kur më ka nëzaj durët, e kum kuptue se a gjak, e kum ditë se a gjak. Unë si zyrtar policor, jam shumë i lëndum, shpirt neshtë. Normal, edhe me humbjen e herojt kombëtar, tash herojt Rashterit Afrim Bunjako. Normal, atë natë nuk kom pas lëndime nga të shtën atë me orëzjarë ose diska, mirë po emocionalisht edhe shpirt neshtë jam shumë i lëndum. Edhe një vetës e polë dëmtu në këtë rast. Si çdo herë, Rashteri, i ndjerë tash Afrim Bunjako, e ka bo orarin se kush ku gjatë ndërrimit po na, patrolla. Ne kemi fillu me detyra deri në ora dikon 2 kemi qenë në për teren, komunë Zveçanët, në përmjet radiolidhjes. Ju ka është njoftue dhoma komanduse. Se në fshatin Bojsk, në hyre të fshatit Bojsk, saksisht mbi urë, janë vendosur 2 kamiona, u bloku rruga. Hyrja e fshatit, më saksisht hyrja e fshatit është bloku. Cilë kamiona janë me rarë, me rarë, mushën. Pasi që zona Bojska i përket, zona e përgjithësisë, i përket stacionit policor Zveçan, Rashteri ndjerë Afrim Bunjako, na ka ftue muë, e Lespecin, Fahri Shanën dhe Sadat Dushën. Jena pajisje tona policore. Tash, na kër i kena parku automjetet, na të katërt kena avancu. Jena njëzë në drejtim kolegëve tonë. Cilët kanë qenë mbrapa kamionave. Tu e monitoru, tu e situatë. Gjatë rrugtimit, do më gjatë 20 metra, e kom vrejtë se diçka sa në rregull. E kom vrejtë se fshati shumë terë. Drita shumë rallë, drita ndryqimit. Rruga, kur kjena avyt nga kolegëve tonë të kufinit, një shës, afer 2-3 metra, one, kum dëshu edhe kum thonë, kolegë, po qkepëm se mundet me konkurth. Në atë moment ka ndodhë një detonim shumë i fort. Detonimi ka qenë shumë i fort, sa që më ka hupe edhe balancën. E ku marrë vetën në moment, mirë po, detonimi ka pasu me njerë me të shtëna armesh. Të kalibrav të ndryshëm, kur e thëmë këta, të kalibrav të ndryshëm, unë i përkas gjenerates të mesme, e kam shërbimin ushtarak të Jugoslavis, të krym. Nuk jam profesionist i armëve, mirë po kalibrat të një. 5.762. Në të mangatar, së përshënë, por kalibrat e një. Prej 7.62 e deri 12.7 e Gulinovit, ka pas të shtëna në drejtim tonin në formë të honës. Kërë të në formë të honës, kraj djatë nga shkolla, e kraj mojtë në deri të hoteli, atje ku është tasht posa Kosovës. Dhe shtëna armësh, në formë të honës dhe? Po, në formë të honës. Në formë të honës? Nga? Shkolla, ona djatë, deri të hoteli, tash ku është posta Kosovës. Deri të hoteli, tash ku është posta Kosovës. Në tonë lumit, kanë qenë disa rrath, ose që gypa betonit, metër, që do mund metër gjën diametrit. Prej asoj pozite, kanë gjunë drejtim tonin. Ka pos në atë ven, do mund në qatë ven, ka pos pjestor ose Sulmus të po, se në ka sulmu. Shumë ofër, dhe në atë mundet me kënë është 10 deri në 15 metra. Mirë po, ka pos edhe tjerë të jëngon, ka pos armë, tronë, ka pos edhe të manastiri në altë atje. Ku me përsoj se edhe dëshmit jënë gjetë. Kolegu Mirsati ka orë të orë, do mu ku ju më konë në i pozicionu. Edhe se me njëhum edhe personalisht në të, më ka thonë kolegë e kam plagos Rashterin. Ne veç e pashëm, s'ke shumë të qka, ne e pashëm tonë, se e ke shumë ofër.
po me afru ndihmë është e pamundshme. Ka thonë, po shkoj për ndezi veturën tem, edhe për afroj për tërhiku. Të më nga dalë, Mirë po për fat keq nuk ka ndezë. Unë godet, nuk ka ndezë. Unë për fat mirë, i lash qelcat e veturës në kerë, edhe gjomin e qela. Asnjëherë se praktikujnë policia këto, po atë natë nuk e di. Edhe i lash. Edhe i kum njoftu, i kum thonë mirësat, qoftë se mund është me shku të vetura jonë, qelcat i kinë kerë. Edhe mua 5 se kum shiqu. U shku e ka morë veturën, edhe i ka pru veturën në drejtim, do mënë e ka ndollë në drejtim të zvoret. Drejtim të zvoret. Atëherë ka kërku e ndimen tonë. Me ndimu, me ngarku se rashteri ka qenë këgjan pesh, këgjeron, indirin. Pare shola, më ka thonë e lez, apo del ndihmoj. Une po ju mbroj. Sot muna. Je shumë një distancë, mirë po, kur unë shumë se komunikoj shumë, do mënë, ju në radio, po komunikoj shumë me zohë, vërtet shumë. Atëherë ju më dollën. Nuk kesh më qka ato, do mënë ato ish dhejkja u pajke me sy se s'keshe më ka ato, edhe me thonë tërheqë s'keshe ka. Une ju më shku, ka une e për veturë që këmë dollë, ju më himë brapa në veturë, nuk e di pëse në ashtë asim boroj, ju më nuk së di, ju më nuk pej nalti me kopë rështerën, do më me të rjekë, s'ko mujtë me më rri, s'ko mujtë se naltë, të ju ta shumë naltë. Edhe normal pajisjet, atëherë ju më dollë jashtë veturës, edhe e kumë ngritë rështerën e ndjerë, e kumë qitë në ngu. Shto, e kumë ullë, e kumë qitë në ngu. Ja kumë shtitë durët, por me të rjekë nër krahë. Fillimisht i kena thuj dritat, se edhe këtu arrohë me thonë, fillimisht i kena thuj dritat, se u konë shumë dritë, edhe kanë kërku nga ne kolegu Faria, edhe ka thonë me lesë po i gjujmë dritat, para se me dollë. Atëherë kër i kumë shti durët nër krah me të rjekë rashterën në ndjerë, mu kanë logë durët, mu kanë nëzëjë durët. Kër mu kanë nëzëjë durët, e kumë këptu e se a gjak, e kumë ditë se a gjak, edhe i kumë largu, kumë thonë mos për lëndaj. Antiplion i ka ishat në altë, këto, e kumë ka për ka ishave dhe kumë të rjekë. Deri të dera e automjetit. Të dera automjetit nuk më isha në qitë. Shumë peshe modhe, mirësodi ishte kom, unë isha të naltë, të kuka, nuk më isha shumë peshe, se isha edhe me pajisja. Unë e ku mendu si u kom në Albane, po nuk e din një kolegë na ka ndihmu veç e ka kopë në mes në rëpë, veç pak na ka ndihmu e kom të rjekë, por e kom shtim mbrapa në karika deri në fund, atëherë mi ka kaluan të do më kër e kom të e të rjekë, mbrapa në karika, antipumi është i vendosën, po të e të rjekë forca e aj pesha, antipumi ka dëpërtu, e kom ja kom hiq për trupi krejt. Okej. Apo këpëtan? Sulmi që ka ndodhë ndaj nesh, është sulm tipik ushtarak. I trajnuar fort mirë. Nuk ju mballafaqu asnjëherë një jetën tëmë që është me qëtë sulm. Edhe qebesa i financum shumë mirë. Se atimi si ka qenë nuk mundet mu blenë trega i armatin. është problem mu blenë trega i armatin. Në më thonë është i financum direkt normal prej servisë.